Ilaçi I çdo problemi. Një grua na rrëfen për jetën e saj dhe thot: burri më ndëroi jetë, kurse unë isha në të 30-tat dhe mbeta e vetme me 5 fëmijë që I kishim bashk. Dynjaja mu errësua në sytë e mi, çaja për çdo ditë. U mërzita tepër. Shpirti mu ngushtua dhe ia preferova vetës vdekjen se sa të jetoja në atë gjendje. Më kapluan brenga të mëdha. Fëmijët I kisha të vegjël dhe nuk kishim të ardhura materiale. E shpenzoja për çdo ditë atë burim të vogël që na e la prindi I fëmijëve. Ndërkohë, një ditë nga ditët isha në dhomën time dhe dëgjoja në radio një emision fetar dhe dëgjova dietarin duke thënë se I dërguari I Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: kush bie istikfar pa ndërprerë, Allahu do t'ja mënjanoj çdo breng, do t'ja jap çdo rrugdalje në çdo situatë dhe do ta funizoj nga nuk shpreson. Pasi që e dëgjova dietarin dhe këshillën e tij, fillova të bëj istikfar shpesh dhe po ashtu I urdhërova fëmijët të bëjnë shpesh brenda dite dhe nate. Nuk kaluan 6 muaj, vetëm se u bën planifikime të projekteve mbi disa prona tona të vjetra dhe kompanitë na zëvendësuan me miliona. Djalim u bë më I miri nxënës në rajon dhe mësoi Kur'anin përmendësh. Shtëpia filloi të mbushet me mirësi dhe filluam të jetojmë në begati. Allahu mi përmirësoi të gjithë fëmijët, djem dhe vajza, dhe nga unë u largua pikëllimi, brenga dhe mërzit, dhe u bëra grua e lumtur. Ku jemi ne nga fjala e Allahut? E u thash: kërkoni falje nga Zoti juaj, I cili është fals I madh, që ai t'ju dërgoj shi të bollshëm, t'ju shtoj pasurinë dhe fëmijët tuaj, edhe të bëj për ju kopshte e lumenj. Sa e respekton ti namazin? Një ditë nga ditët, një njeri I ndershëm I cili banonte përballë xhamisë, e shprehu dëshirën ta godiste me darkë çdo njeri që I kishte pas falur namazin e jacis me xhamat në xhami. Pasi që imami dha selam dhe përfundoi namazin, ky njeri u ngut të del nga xhamia dhe të shkojë në shtëpi, kurse të birin I kishte pas porositur që ta pret çdo njërin që I kishte pas falur namazin dhe të I tuboj para shtëpisë. I biri u ndal para xhamis dhe çdo njërin që dilte nga xhamia e pyeste vetëm se një pyetje. Kush I përgjigjej sakt, I thoshte të qëndroj afër shtëpisë, kurse ata që nuk përgjigjeshin drejt, u thoshte të vazhdojnë rrugën. Prindi kur del nga shtëpia, mbetet I habitur se shumë pak njerëz kishin ardhur dhe I pyeti të birin se ku ishin të tjerët. I biri I përgjigjet: baba im, vetëm këta e falën namazin me ne. Prindi thot: po xhamia ishte plot. Baba im e pyeta çdo njërin që doli nga xhamia se imami çfarë lexoi në rekatin e parë dhe vetëm këta më dhan përgjigjen e saktë, tha djali. Jeta pa moral nuk ka vlerë. Rrafehet për një djalosh të ri se me bicikletën e tij u përplas me një plak dhe në vend se t'i kërkoj falje plakës dhe t'i ndihmoj të ngritet, ai filloi të qeshet me të dhe vazhdoi rrugën e tij. Plaka kur e pa se ai nuk u ndal, e thjerrit duke I thënë: birim, ra diçka nga ti në tokë. I riu u kthye dhe filloi të hulumtoj, por nuk gjeti gjë. Plaka atëherë I tha: biri im, mos hulumto shumë, sepse nga ti ra morali yt dhe atë nuk ke mundësi ta gjesh asnjëherë. Jeta nuk ka vlerë nëse ajo është e mangët nga morali, sjellja e mirë dhe respekti ndaj të tjerëve.